Ashtu si shumë rrugë të tjera edhe rruga e fshatit Fshat që lidh Matin me rrugën e Arbrit, e ndërtuar nga kompania që ka ndërtuar rrugën e Arbrit Gjoka Konstruksion, ka pësuar dëmtime. Traseja ka pësuar shembje mbi lagjen Zhuku, duke vënë në rrezik të gjithë drejtuesit e mjeteve që përballen në befasi. Siç duket nga pamjet, asfalti ka pësuar çarje të madhe si dhe është deformuar traseja. Drejtuesit e mjeteve shprehen se kjo shembje nuk duhej të kishte ndodhur, pasi kjo rrugë është ndërtuar vetëm pak vite më parë, pasi ka përfunduar rruga e Arbrit. Ata theksojnë se veç problemit të dëmtimit mungon edhe sinjalistika informuese, sidomos për ata që lëvizin nga Klosi drejt rrugës së Arbrit, pasi përballen në befasi me dëmtimin e asfaltit. Dëmtim të asfaltit ka edhe në afërsi të qendrës së fshatit Fshat, ku ka rëshitur ana e poshtme e rrugës dhe sipas ekspertëve nëse nuk ndërhyet sa më shpejt, mund të dëmtojë gjithë trasen dhe të bllokojë qarkullimin. Rruga është prish, ka kudo pothuajse. Duhet shumë kujdes. Asgjë nuk është sipas standardeve që duhet, që shohim paktën vende të tjera, po mendoj se është paguajt për metër më shumë se sa në vende të tjera. Është më të humb jetën, s'ka burim aksidenti. Burim aksidenti jo kur prish mjetet, po kur humb jetën është më keq. Është duhet shumë kujdes. Është më mirë se nuk i bim nga Shkupeti, po nuk është as pak mirë edhe kjo. Nga Shkupeti kemi pas shku, kemi pas ardh. E dim, shkojmë ne, e morim rrezikun, e dim se çana pret, kurse këtu mendojmë se është okay, po s'është asgjë okay. Edhe kjo s'ka lidhje me politikën. Unë jam për shpatllat, kush punon ka, kush nuk do, nuk mundet, por kjo s'ka lidhje me politikën. Kjo është për shpirtin e njerëzve. Sepse ne kur vdes dikush, na mulozia për gjithë jetën, ndërsa kur e mysim vetë, kur e shohim tu radh, thami, po, çu bë. Kështu që gjinof, keqardhje për gjithë, vetëm kujdes, secili truj vetën. Kjo rrugë është pa drenazhim. Kjo pas pa drenazhim, këtu ka gjithmonë lëviz. Edhe ka është du me të thonu, tu nuk kam bë as drenazhim, as murmajc, as betos, kanë hedha si në Gjoka ka bë punë e vetë, bre punë, mu s'më intereso shumë, po s'bën e drenazhimet e gjonat, po s'u bë çdo gjë në kod vetë, nuk bë të shima pa ma. Ndonë se kjo rrugë është ndërtuar në gjurmën e rrugës ekzistuese, shpesh ka shfaqur probleme me dëmtimin që prej ndërtimit të saj.